Policia e Fierit ka vënë në pranga një shtetas 27 vjeçar nga fshati Cakrani i Fierit, i cili mbante të mbyllur dhe dhunonte bashkëtuesen italiane. Pas njoftimit se një shtetase italiane mbaj pa dëshirë në një banesë në fshatin Cakran nga bashkëtuesi i saj, i cili dhe e dhunonte, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, të mbështetura nga shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale dhe të koduara nga strukturat përfaqësuese të Italisë për sigurinë në Shqipëri, kanë organizuar punën dhe janë nisur menjëherë në drejtim të zonës së sinjalizuar. Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme policore, u bë e mundur arrestimi i shtetasit AI, 27 vjeç, i cili dhunoi bashkëtuesen italiane në banesën e tij, ku e mbante prej disa ditësh pa dëshirën e saj. Autori 27 vjeçar, i cili rezultoni një orë dhe më herët nga policia me precedent penal për dhunë në familje dhe për vjedhje, u kap në tentativë për të larguar me automjetin e marrë me qira. Shtetasia italiane u dorëzua autoriteteve të konsullatës së Italisë në Shqipëri dhe është në gjendje të mirë shëndetësore.